Ne të fillojmë me debatin e dytë çerek finalist. Në këtë përballje do të kemi shkollën nga Shkodra 28 nëntori, një Eduard Rokitja. Dhe në krahun tjetër shkollën teknike ekonomike nga Tirana, një Eduard Rokitja dhe për ta. Keni bërë një performancë të mirë nëse jeni këtu sonte, kështu që unë ju përgëzoj për argumentat dhe për arritjet se i takon kësaj faze të ridebate. E dini shumë mirë që një nga skuadrat do të kaloj garën për fazën tjetër gjysmë finaliste, sikurse kemi zbuluar edhe në debatin e parë gjysmë finalistët e këtij edicioni, që ishin shkolla Sami Frashi nga Tirana. Që shumë suksese, i përshëndesim nga ekrani. Dhe pa humbur kohë, unë dua të falenderoj ata që bëjnë të mundur realizimin e këtij edicioni të ridebate, sikurse është Giz Albania përmes projektit të BE për ekonominë qarkulluese dhe qytetet të jetueshme, i bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian dhe Ministria Federale Gjermane për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim, në bashkëpunim me Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit. Dhe ju e dini që i gjithë fokusi i këtij kampionati është përqendruar pikërisht tek ekonomia qarkulluese dhe tek tematikat apo fenomenet që kanë të bëjnë në mënyrë të drejtë për drejtë me të, kështu që shumë mirë që mësojmë mbi këto elemente dhe ndërgjegjësohemi për sa i përket kësaj tematike, duke e përcjell pastaj edhe tek bashkëmoshatarët tanë apo edhe tek më të rriturit që janë familjarët apo dhe farefis do i thonin edhe në fjalë zhargoni. Pa humbur kohë do t'ju prezantoj tani edhe Jurin, që do të bëj vlerësimin për sot. Nëse dje kishim Olën si një nga iniciatorët e ridebate, sot kemi dy anëtare, sepse dhe Lorela ka qenë pjesë e ridebate që në edicionin e parë si trajnere, por edhe si stafi organizatës Riburnetik dhe ka kontribuar në realizimin sa më të mirë të këtij projekti, vjen nga qendra STEPS. Ola, sikurse njohëm dje, është pjesë e organizatës PVN. Faleminderit që jeni këtu vajza, dhe Glingjetën, që nuk ka nevojë ta prezantoj sepse e njeh shumë mirë e gjithë rinia shqiptare. Përpos atyre që kanë pas të bëjnë në mënyrë direkte me të, është një element shumë i vyer i pikërisht kësaj gjenerate. Mirë. Do të vijmë me debatin, pasi kemi prezantuar edhe Jurin. Tema do të jetë të rinjt si a gjet ndryshimi, utopi apo realitet. Do të bëjmë përzgjedhjen e jemi okay apo jo? Jo. Një sekond. Roli i teknologjisë, në mos gaboj apo jo? Shiko, mund ta thoni, se dhe ne bëjmë gabim, kështu që roli i teknologjisë, mundësia apo rrezik për ekonominë qarkulluese. Merrni me sportivitet, ju të gjitha temat i keni përgatitur apo jo? Pra, tema do të jetë roli i teknologjisë, mundësia apo rrezik për ekonominë qarkulluese. Bëjmë tani ndarjen e qendrimit që do të mbajnë skuadrat, që do të ftojmë një nga anëtarët e shkollës 28 nëntori, Dea. E tregojmë nga kamera. Pro. Faleminderit. E hapim edhe tjetrën. Kundër do të jetë shkolla teknike ekonomike. Faleminderit. Nga ky moment keni 7 minuta kohë për gatitore. Do filloj debatin, skuadra që mban qendrimin pro, do të vazhdojmë pastaj me skuadrën që mban qendrimin kundër. Për sa i takon temës, roli i teknologjisë, mundësi apo rrezik për ekonominë qarkulluese. Mund vijoni suksese. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Jojna Golemi dhe ne bëjmë mendimin se teknologjia është çelësi i ndërtimit të ekonomisë qarkulluese të qëndrueshme. Mund të marrim edhe shembullin e shteteve si Holanda dhe Gjermania, që aktualisht përdorin kamera dhe sensor me inteligjencë artificiale për të implementuar riciklimin e plastikës, një platformë e cila ka sjellë jo vetëm përfitime ekonomike, por ashtu edhe ka ulur edhe ndotjen mjedisore, sipas studimit të marrë nga Agjencia Kombëtare Europiane në vitin 2023. Po ashtu edhe realiteti shqiptar nuk mbetet shumë pas. Kemi shembullin e Fierit, i cili ka që të recikloj plastikën në mënyrë gjysmë automatike. Po ashtu, edhe kryeqyteti jonë Tirana ka marrë nismet e para për të shpërblyer qytetarët për të rikthyer pas pa një formë shpërblimi për rikthimin e plastikës, pa qesëve plastike kryesisht. Po, në të ardhmen implementimin e teknologjive të reja mund të sjellë shumë shpërblime për vendin tonë, si për shembull, nëse implementojmë teknologji si etiketat RFID, që aktualisht përdoren në Bashkimin Evropian, ato gjurmojnë jo vetëm veshjet, por edhe lehtësojnë procesin e riciklimit.
A nuk është kohë që ta shohim teknologjinë jo si një formë rreziku, por si një formë e cila mund të sjellë mundësi konkrete për zhvillim të ndeshëm. Të gjëdera dhe mesuriqeta në këtë arenë me mendime është ku teknologjia e shilë në si zjedhja. Për sa e vërtetë është kjo? Unë përshëndes Surin dhe të nderuarit nga 28 nëntori Shkodër dhe gjithë ata që janë duke na pyetur dhe kanë dilemën se çfarë është teknologjia. Unë quhem Genis Koliçi dhe jam kundër teknologjisë kur bëhet fjalë për dëmet që sjell ai në mjedis apo në mjedisin fizik dhe mendor të njerëzit. Do të marr këtu një shembull ku 2.5 vite jetë gjatësia e një pajisje teknologjike zjat, ndërkohë që 5 vite ose më shumë efikasitet mund përdoret një libër dhe ky studim në OBSH-s. Për më tepër në 2023 i pohon se 43% e njerëzve në të gjithë botën që rrin më shumë se 3 orë në telefon apo në pajisje digjitale mund sjellë dëme me çrregullimin e gjumit, probleme me shikimin dhe dëme në shtullin kurrizor për më tepër. Kjo lidhet me uljen e përqendrimit, rritjen e ankthit, kortizolit dhe patjetër dëmtimin e kujtesës afërgjatë. Do ta mbyll me një shprehje e cila thotë nga Gjergj Fishta, libri është një drejtë që nuk mund të karikohet. Edhe pse jo, ta kthejmë kokën nga natyra për të parë më të mirën. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Marian Strenishi dhe jam pjesërisht dakord me argumentin tuaj. Megjithatë unë mendoj se implementimi i risive teknologjike do të shërbejë mjaft ekonomisë shekulluese. Dinamika e zhvillimeve të teknologjisë na ka vendosur në vëmendje 3D printers, të cilët janë një model teknologjik që menduan se do të rriten progresivisht deri në 2030 sipas Business Fortune Insights. Çu ndodhi me tek niveli e David Rothenberg, teknologjia e thellë, njeriu menduat se do ta përdorë gjithnjë moti për teknologjinë në funksion të natyrës. Dhe këtë në mbështet edhe një artikull i 2021 i Eindhoven University of Technology, sipas cilit në Nijmegen të Hollandës u ndërtua një urë vetëm duke përdorur 3D printers, që ka reduktoi përdorimin e betonit me 50%. Duke shtuar këtu edhe një artikull të research page të 3D printers përdorin kryesisht plastik të ricikluar si lont, por për të ndërtuar detale ndërtimi apo mjekësie. Pra nuk mendoni se 3D printer janë një pjesë mjaft e rëndësishme e ekonomisë shekulluese? Faleminderit. Përshëndetje, jam Mira Çuadari, e gjova në vëmendje argumente parafolsit, por nuk bie as pak dakord, për shkak se edhe pse teknologjia përcaktohet si një mjet që rrit efikasitetin dhe ul kostot, realiteti tregon se kjo teknologji ka investime jashtëzakonisht shumë të larta. Pajisjet e avancuara dhe gjithashtu trajnimet e personelit që do t'i përdoren këto pajisje përbën një bark të rënd për shumë biznese, sidomos për bizneset e vogla dhe ato të mesmet. Kjo tregon që investimi nuk bazohet vetëm në blerjen dhe instalimin fillestar, por gjithashtu shtrihet edhe më tej në mirëmbajtjen e këtyre pajisjeve, në integrimin e sistemeve ekzistuese dhe në përditësimin e teknologjisë. Sipas një raporti të Accenture të vitit 2023, 70% e bizneseve e kanë të vështirë të paguajnë dhe të justifikojnë këto investime kaq të larta, dhe vetëm 17% e kanë implementuar me sukses këtë praktikë. A nuk është paradoksale që një sistem që synon parazinë ekonomike dhe gjithashtu efikasitetin të fillojë me një bark kaq të rëndë për shumicën e aktorëve të tregut? Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Senela Çeka, e kuptoj të që thoni, por nga ana tjetër duhet të theksojmë se janë pikërisht këto investime të cilat do të ulin kostot e larta për nesër. Edhe gjithashtu këtu duhet të shtoj se zhvillimi teknologjik e ekonomisë shekulluese nxit inovacionin, konkurrueshmërinë dhe vendet e reja të punës, sepse hap sektor të industrial me teknologji eko edhe AI, rrit investimet në fushë zhvillimi dhe gjithashtu specializon fuqinë punëtore. Është vërtet se mund të ketë keq kuptime që thonë se zhvillimi i teknologjisë po rrit papunësinë, duke i hequr bukën nga goja e njerëzve, por realisht ajo thjesht po ndryshon modelin e lugës, sepse ndryshon modelin e punës dhe nuk po e zhduk atë. Pra kështu lidhin profesione që kërkojnë aftësi të reja si programues, analistë të dhënash apo ata ekspertë të energjisë së rinovueshme. Sipas raportit të 2022 nga Fondi i Inovacionit të Finlandës Sitra, atje sektori i teknologjisë ka integruar praktikat e ekonomisë shekulluese duke krijuar një kërkesë për 130.000 ekspertë për dekadën e ardhshme. A nuk na ka mësuar historia se përparimi vjen përmes ndryshimit? Përshëndetje, jam Viola Shkëmbi, e gjova atë që thatë, por doja ta shikonim nga kjo anë tjetër. Teknologjia nuk mund të harrojnë faktin që zëvendëson vendet e punës klasike. Makinerit, inteligjenca artificiale po zëvendësojnë shumë sektore, si në banka, në lidhje me transportin dhe madje edhe në shërbimin ndaj klientit. Sipas OECD-s në raportin e vitit 2023, shikojmë se 14% e vendeve të punës do të kenë rrezik zhdukje deri në vitin 2030. Dhe kjo për shkak të automatizimit. Jo vetëm punët e thjeshta, por dhe disa pozicione syre do të zëvendësohen me platforma digjitale. Problemi më i madh qëndron tek ata që nuk kanë aftësinë në përdorimin e teknologjisë dhe madje në zhvillimin e saj. Ato rrezikojnë të mbeten jashtë tregut të punës.
Ditë të them që dhe nëna ime vetë punon akoma dhe e di se sa keq do të ishte nëse ajo do të hiqej nga pozicioni i saj i punës. Dhe gjithashtu mendoj që dhe ju për familjarët tuaj do të ndiheshet po aq keq për shkak të jo dijes ose jo aftësive të duhura për teknologjinë. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Casey dhe unë do t'ju sugjeroja ju që ta shihni në një këndvështrim tjetër, duke qenë se është ajo inteligjenca artificiale që po bën të mundur përdorimin maksimal të burimeve dhe minimizimin e atyre që krijojnë ndotje. Kështu mund të themi se transformohet po edhe mënyra se si do të trajtohen këto mbetje, qofshin ato urbane apo industriale. Gjithashtu në impjantet e pastrimit moderne tashmë përdoren materialet mund të themi se përdoren tashmë pajisje me sensor dhe algoritme të inteligjencës artificiale që ndajnë këto produkte nga rrjedha e riciklimit. Kjo mund të themi që rrit ndjeshëm cilësinë e materialeve të ricikluara. Sipas AMP Robotics në vitin 2022, mund të themi se AI krijoi robot që identifikojnë dhe ndajnë mbetjen në linjat e riciklimit. Kështu mund të themi se rritet efikasiteti për ndarjen e mbetjeve me 80% krahasuar me metoda tradicionale. Pra mund të themi se është teknologjia ajo i cila ka kapacitetet për të përdorur mjete që ndihmojnë mjedisin dhe e mbrojnë atë. Përshëndetje, unë quhem Anais, e dëgjova mendimin tënd Casey, megjithatë më duhet ta hedh poshtë me diçka precioze si ligji. Doja të theksoja se ligji 18 i vitit 2018 thekson se këto teknologji janë shpesh të pasakta megjithëse janë të suportuara. Shohim që ato teknologji që ti përmende janë shpesh ulin besimin dhe transparencën tek blerësi. Gjithashtu në nenin 59 përmendet që çdo qytetar apo biznes duhet të përfshihet në ekonominë, ashtu dhe pjesën sociale të një shteti. Gjë që zhvillimi i teknologjisë qarkulluese në aspektin qarkullues është shumë në kontradikt me këtë. Pasi kjo ka kosto shumë të larta dhe duke rritur kostot nuk mund të përballohet nga çdo biznes, as i ulët dhe as i mesëm. Kështu që a duam ne të rrisim një shtet i cili suporton bizneset e mëdha dhe pasuron të pasurit dhe varfëron të varfërit dhe bizneset e mesit të vogla. Faleminderit. Pikërisht teknologjinë e ekonominë qarkulluese ne e shohim si potencial. Për çështjen e transparencës do të kaloj pikërisht tek një shembull tjetër, ndërsa për çështjen e kostos duhet të theksojmë se pjesa e tranzicionit drejt digitalizimit në ekonominë qarkulluese do të jetë diçka e cila siç përmendi bashkëfolësja ime, do të sjellë inovacion dhe konkurrueshmëri dhe kësaj potencialit të mundshme ekonomike. Duhet përmend pikërisht shembullin e blockchain-it, i cili është një regjistër i përbashkët digital në cilin anëtarët e një zinxhiri furnizimi që nga furnizuesit deri tek ricikluesit mbledhin të dhëna rreth përdorimit dhe riciklimit të materialeve dhe të produkteve, dhëna të pandryshueshme, të cilat mund të aksesohen dhe nga konsumatori dhe vendosen në blockchain me konsensusin e gjitha palëve. Këto janë pra dhëna edhe të manipulueshme, edhe transparente. Ne në Shkodër thojmë çka ka shtëpia ta çet fëmia, mirë po në këtë rast çka ka shtëpia ta çet blockchaini. E për më tepër një studim i vitit 2021 nga Taylor & Francis i 290 kompanive në korridorin ekonomik Kin-Pakistan zbuloi se me 1% rritje të përdorimit të blockchain kishte 0.34 rritje të përdorimit të riciklimit si alternativ, sepse anxharët të zinxhirit të furnizimit janë të vetëdijshëm se çfarë materiali është përdoren dhe si riciklohen ato. Përshëndetje gjithëve, unë jam Arbri dhe duke vlerësuar argumentin tënd më duhet ta hedh poshtë totalisht. Pasi në të vërtetë ekonomia qarkulluese është një vizion i madh për të ardhmen tonë për realiteti i shtitur. Pavarësisht sa ide të mira ne mund t'i japim për të bërë ndryshim në fundit janë vetëm fjalë poshe. Jo më kot shpreha famshme thotë veprat flasin më shumë se fjalët. Realisht teknologjia është një rrezik për ekonominë qarkulluese, do thoja unë. Për të vërtetuar këtë mund të marrim një shembull shumë thjesht ku përmendim inteligjencën artificiale, e cila synon të bëjë detyrat që i caktohen në mënyrë sa më të shpejtë dhe më efikase. Shpesh herë duke mos pritur problemet që lë pas. Sipas Transparency International të 2022-shit, krijimi i një kompjuteri të vetëm të posaçëm për inteligjencë artificiale harxhon deri në 1500 litra ujë dhe derdh rreth 28 kg dioksid karboni në atmosferë. Për sa i përket shembullit që u dhan, do të përmendja Hollandën ku thatë që u ndërtuan ura dhe u vendosën kamera për riciklime. Do të thotë që në këto vende janë në zhvillim me sipër, ku do t'i gjejmë këto fonde për t'i bërë këto investime. Me sa kuptoj, ju përfoni të zhvillim vendet e pasura dhe t'i lënë pas të varfrat? Së fundi një shembull tjetër që u dhat është përparimi vjen nëpërmjet ndryshimit. Jo gjithmonë çdo ndryshim është ai i duhuri që ne synojmë për të ardhmen. Faleminderit. Përshëndetje, jam Eralda. Për sa i përket fondeve, do doja të shtoja që European Investment Bank jep fonde për të gjitha bizneset e vogla që nuk kanë mundësi të financojnë ekonominë qarkulluese dhe u mundson atyre që të
praktikojnë praktika për ekonominë qarkulluese. Do doja të shtoja modelet as a service dhe sharing economy, të cilat po ndryshojnë thellësisht konsumatorin nga pronësi në çasti sipas nevojës, duke bërë të mundur përdorimin efikas të burimeve dhe reduktimin e mbetjeve. Kur konsumatori paguan vetëm për sa përdor, eliminohen shpenzimet për blerjen dhe mirëmbajtjen e aseteve. Ndërkohë platformat digjitale lidhin automatikisht ofertën me kërkesën, optimizojnë përdorimin e mjeteve dhe përdorin të dhëna për të garantuar besueshmërinë, duke rritur përdorimin e aseteve ekzistuese dhe të kurrë nevojën për prodhim të ri. Do doja të shtoja në Tiranë aplikacioni Mobike ofron bicikleta me qera për mbi 10.000 përdorues dhe kështu çdo vit ul rreth 200 ton dioksid karboni. Komisioni Evropian thotë që sharing ekonomi do të gjenerojë deri në vitin 2030 rreth 570 milion euro. Përshëndetje gjithje, Eralda e dëgjova mendimin tënd dhe si fillim unë jam Megi, duke mos u hidhur poshtë dua të shtoj faktin që ju përmendën ndotje. Dhe deri në këtë pikë tema më duket e pa diversifikuar, sepse më parë ju përmendën pak mixin, por teknologjia dhe mixia nuk është dyshja më mirë që ne njohim. Ose thjesht do të presim sa të fillojë sistemi punën, se na është bërë ndëti si faqe interneti, bëjmë refer sa herë që jemi smur. Po ç'të bësh që kjo nuk bëhet në jetën reale? Kismet në një univers paralel. Gjithsesi, duhet të kujtoj një fakt që sipas Bankës Botërore, mbi 75% plastik dhe energji përdoret nga miksia. Por e dini çfarë gjeneron kjo? Në mbetje, mbati në mbetje spitalore. Dhe mos e harrojmë sa në alarm ishim kur në lumin e Rzën u bë një derdhje këtyre mbetjeve në vitin 2022. Pra, mendojmë që këto mbetje po e shkatrojnë tokën. Dhe nëse ne jemi gati ta lejojmë këtë shkatrim, atëherë kur toka të shkatrohet, ne thjesht po presim që teknologjia të na krijojë një aplikacion për të ndërtuar një të re. Kjo nuk është zgjidhja, dhe është një rrezik për ekonominë qarkulluese. Duket sikur lë një dhuratë shumë të bukur, por është e hidhur në brendësitë e saj. Faleminderit. Ne nuk ishim duke përmendur mjekësinë, por të gjitha teknologjitë sado të reja, ato nuk janë perfekte, edhe rrota dhe vazhdon të shpiket që tani. Ka teknologji që janë të ndihmuar në ekonominë qarkulluese, siç është IoT-a. Për shembull, nëse dikur këto makinat e plerave qarkullonin dita ditës, edhe pse nuk ishte plera, tani me këto sensorë digjitale në përkoshat e plerave, i njoftojnë këto makina plerash që të vinë kur ka. Kjo ka mbrojtur mjedisin dhe ka ulur kostot. Sa për Ecoplabs ka pasur një reduktim të 10% në kostot e operimit, ndërsa qytetet mesatar mund të pretë rreth një reduktim kostot rreth 23%. Për sa i përket mjedisit, ne mund të presim për qytetet që përdorin IoT një reduktim për 25% të gazeve serë, sipas Sustainable Cities në 2025. Për këtë arsye ne mendojmë se duhet të shohim ne duhet të suportojmë këto pajisje teknologjike. Përshëndetje, unë quhem Helga, duke respektuar mendimin tënd, kam një çështje tjetër. Është vërtet teknologjia ka potencial shumë të madh, por e përdor pa kriter, mund të humbim vlerat thelbësore të krijimtarisë dhe përshirjes njerëzore. Dua të vëmë duke një aspekt tjetër të kësaj teme, siç janë artistët bashkëkohor, që po përdorin AI, realitetin e shtuar dhe mbetjet për të krijuar këto vepra artistike në thonjza të ricikluara. Por, në të vërtetë ato janë thjesht të zbrasta që nuk përcjellin emocion si krijimtaritë njerëzore. Gjithashtu dua të ndalem se si ky art shpesh është i aksesueshëm vetëm nga ato njerëz që kanë këto pajisje të shtrenjta dhe burime digitalizuara. Pra, duke përjashtuar komunitetet që në të vërtetë e vuajnë pasojat e ndotjes. Dhe a është drejtësi qarkulluese, por kanë akses vetëm një elitë digjitale duke veçuar konsumatorët të artit të gjetbër në thonjza. Faleminderit. Përshëndetje, fillimisht ju falenderoj për këtë debat aq konstruktiv sa të ngrohet paktën në syrin e veshin tim. E për sa i përket asaj që thatë ju, njerëzit janë të aftë të dallojnë një art të vërtetë nga arti i digitalizuar. A dini ju se ekonomia qarkulluese po ndihmohet nga teknologjia për të zhdukur fenomenin e planned obsolescence? Shumë kompani si Printerit apo Apple po krijojnë produkte që nuk kanë një gjatësi. Për fal teknologjisë, kompani si Fairphone po krijojnë telefona që përdoruesi mund të shmontojnë në shtëpi, duke reduktuar e-waste e me kryesuar duke u zgjatur jetën. Dhe një brand nga Bureja Europiane e Mjedisit ka thënë në 2019 ka thënë që nëse zgjatet jetëgjatësia e telefonave me vetëm një vit në BE, ajo do të kursejnë emetimin e karbonit me heqjen e 2 milion makinave çdo vit. E duke rikthyer këto argumenta që i thamë më parë, si po ul ndotjen mjedisore, vendet e reja të punës, AI-a, sharing economy, IoT-a, 3D printat dhe blockchain, ne i theksojmë mendimin e fortë se teknologjia është një mundësi shumë e madhe për ekonominë qarkulluese. Faleminderit. Atëherë përshëndetje, quhem Tola, teknologjia është rrezik për ekonominë qarkulluese, pasi varësia tek ajo është e pashmangshme.
Teknologjia e formimit saj bie në kontradikt direkte me bazat e themelit e ekonomisë qarkulluese, duke shkaktuar një humbje të paprecedent dhe të panevojshme. Sipas institutit të mbrojtjes të MIT në 2023, ku ato theksojnë se implementimi i keq organizuar dhe i pambikëqyrë i teknologjisë në sistemet qarkulluese shkakton një humbje më shumë se 68% të aftësive menaxherale të operative. Me një rritje marrëmendse me 260% për kostot e trajnimit të operatorëve. Dua të theksoj se humbja ose zëvendësimi i vendeve të punës vjen me një shifër deri në 100 milion punë të humbura dhe rikthehen vetëm 2 milion. 58 milion që tjetër ku do shkojnë? Duke marrë parasysh humbjen e aftësive menaxherale tek njerëzit, kostot masive të kripura për implementim, organizim e sigurim, por dhe vetë fakti që teknologjia dhe faktorët teknologjik bien ndesh në kontradikt me ekonominë qarkulluese, mund të the faleminderit. Mirë, pas debatit të parë, do të vjojmë në debatin e dytë. Debatin e liderëve, në këtë përballje do të kemi Dejan dhe Arbin, apo jo? Po. Për një nga temat spontane, që e zgjedh Juria. Po tjetër. Që nga temë interesante. Në Shqipëri, suksesi varet më shumë nga lidhjet se sa nga aftësitë. Okej, po e përsëris edhe një herë. Në Shqipëri, suksesi varet më shumë nga lidhjet se sa nga aftësitë. Po, besoj kanë dhe në ekran apo? Okej. A keni nevojë për përsëritje? Jo. Okej. Besoj duhet të vi një antar i skuadrës të zgjedhë pro ose kundra. Kundër. Pro do të jetë Dea. Faleminderit. Nga ky moment kemi 7 minuta kohë përgatitore. Të debatojmë mbi temën në Shqipëri, suksesi varet më shumë nga lidhjet se sa nga aftësitë. Pro do të jetë Dea, kundër Arbi. Nga 2 minuta për çdo ndërhyrje, 4 ndërhyrje në total. Suksese. Shkot sa më mbar. Përshëndetje, shumë kënaqësi të shihemi prapë ballë për ballë në debat. Unë do të mbështet qëndrimin se në Shqipëri suksesi varet më shumë nga lidhjet se sa nga aftësitë. Dhe do të nis duke prekur nga një aspekt më konceptual, por dhe global. Çfarë janë lidhjet? Janë marrëdhënie familjare, marrëdhënie miqësore, marrëdhënie profesionale që ti vendos me një individ tjetër, duke krijuar një marrëdhënie të respektit reciprok, por dhe të përfitimit reciprok. Harvard Business Review nis dhe përcakton pikërisht mënyrën se si lidhjet veprojnë në botën e sotme. Çfarë është personal branding sipas tyre? Është pikërisht momenti kur individi prezanton veten, se çfarë është, çfarë aftësish ka dhe çfarë kapacitetesh mund t'i tregojë një punëdhënësi apo mbas edhe një miku në të ardhmen. Dhe me qenë se po flasim me suksesin, shpeshherë ne do të nxitemi pikërisht tek suksesi akademik apo suksesi profesional. Ajo që ka ndodhur është momenti kur ti arrin që të krijosh një lidhje me një individ tjetër, je duke prezantuar veten, personi tjetër është duke të njohur ty, dhe në atë moment formohet diçka që quhet connection ndryshe në anglisht. Ne përdorim fjalën lidhje. Mirë, po kjo lidhje, ku arrin që të zhvillohet me disa individ të ndryshëm, krijon diçka që quhet rrjet. Ose koncepti ndryshe i networking, i cili Forbes e cilëson si çelësi i suksesit. Dhe ne e shohim këtë mjaft mirë në praktik. Për shembull në shkollat Ivy Leagues, ku shpeshherë dëgjoni atë termin nepotizëm që përdoret, ku nxënësit të cilët i kanë patur prindrit e tyre, personat të cilët kanë shkuar më përpara në këto institucione, kanë arritur që të marrin më shpejt atë vendin tek universitetet prestigjioze, ose mbase internshipet që kanë zhvilluar me profesorë të tillë. Dhe kjo nuk vjen kot sigurisht. Aristoteli ka thënë se njerëzit janë kafshë politike, pra njeriu është i lidhur padyshim me shoqërinë. Dhe nëse ai izolohet dhe distancohet dhe nuk ndërvepron më me të tjerët, edhe vetë kuptimi i të qenit njeri largohet, por njëkohësisht ai nuk arrin dot që njerëzit e tjerë ta njohin dhe të kenë mundësinë për ta integruar atë më pas në shoqëri.
Do të theksoja më tej se një shembull mjaft i mirë po e shohim dhe sot në bizneset apo në startupet e sotme, ku pjesa më e madhe e startupeve po arrin të marrin financime. Faleminderit. Përshëndetje, përsëri jam Arbri dhe të falenderoj jashtëzakonisht për argumentin tënd, por më duhet ta hedh poshtë. Fillimisht do doja të jepja një këshill miqësore që të fokusohemi te Shqipëria e dashur dhe jo gjerësisht në botë, pasi çdo gjë që shohim nëpër botë mund ta realizojmë brenda shtetit tonë. Më pas duhet vazhdoja që edhe sot, jo më kot, kemi arritur drejt këtu me forcat tona, me mishe, me shpirt që më thonë diçka, për të debatuar me ju bashkëkombëtarët tanë. Faktikisht edhe shkolla jonë, shkolla teknike ekonomike, është një shkollë profesionale, dhe vetë shkolla profesionale kanë qëllim kryesor zhvillimin e nxënësve fal aftësive. Një personale që kemi në tregun na ka ilustruar se aftësitë mbizotrojnë mbilidhjet në shumicën e situatave. Një shembull tjetër mund të jetë TAF, ose ndryshe Tirana Art Festival, i cili krijon aktivitete ku njerëzit shpalocën aftësitë e tyre personale. Ju përmendet personal branding. Personal branding nuk duhet t'ju kujtoj që mund të përdoret për të pasqyruar aftësitë e një personi. Pra kur ne bëjmë lidhje me tjetrin, padyshim që mund të bëjmë lidhjet, por jo lidhje miqësore për të përfituar më vonë, për të shpalosur aftësitë tona, që në të ardhmen ata mund të hapin vend punë, mund të hapin diçka tjetër bazuar në aftësitë tona, ose dikush tjetër që mund të jetë më i mirë se ne për atë pozicion. Për të futur në ato institucione, kërkohen formate që arrihen në aftësi. Dhe pyetja ime për ju është, sipas studimit që ju përmendet, ku faktikisht e gjetë këtë studim? Së fundmi shteti jonë zhvillohet dita ditës për njerëzit duke dhënë mundësi për të rinjt. Dhe ne nëse ne themi hajde ik nga shtetit, hajde bëjmë kështu, jo për shoku, jo për tjetri. Në të vërtetë ne do të përpiqemi bëjmë ndryshime, jo të themi fjalë koti edhe mos bëjmë asgjë, duke pritur që dikush tjetër na rregullojë të ardhmen tonë. Faleminderit. Lidhur me ato që sapo ju thatë që me të vërtet janë aftësitë ato që bëjnë të mundur që lidhja të çojë drejt suksesit, si do të arrijnë ta kuptojnë njerëzit e tjerë se çfarë aftësish i gëzon, po nuk patë lidhje. Dhe meqense po synojmë që ta konkretizojmë pikërisht në rastin shqiptar, më lini t'ju jap shembuj konkret ku në Shqipëri vërejmë se shpesh herë lidhjet po prioritizohen përpara aftësive, madje kësaj radhe duke kaluar caqet e meritokracisë. Dhe këtu mbase mund bie pak dakord, por ende lidhjet mbesin më të rëndësishme, pikërisht sepse shohim në rradhët e të rinjve shqiptarë, të cilët kemi një mungesë besimi për sa i përket faktit se ato mund të punësohen në Shqipëri vetëm bazuar në aftësitë e tyre dhe vetëm bazuar në kompetencat e tyre. Qendresa qytetare në një studim bizgjedhje parlamentare të vitit 2021 theksoi më pas se të rinjt besonin pikërisht se në administratën publike pjesa më e madhe e të punësuarve ishin punësuar ose nga nepotizmi ose për shembull nga përkatësia politike. Krahas kësaj në 2022-shin Bergji thekson pikërisht se një problem i rëndësishëm i vendeve të Ballkanit Perëndimor është pikërisht se kapitali njerëzor misalokohet për shkak të faktit se ekzistojnë lidhje të cilat janë përcaktuese kryesore se kush do të ecë përpara dhe kush nuk do të ecë përpara. Dhe shembulli është pa konkret dhe në Shqipëri. Tregojmë se kemi një mungesë besimi tek institucionet publike dhe tek mënyrat se si ato rekrutojnë, çka sigurisht do të tregoj përpas edhe realitetin, sepse kjo nuk mund vinë nga hiçi, por njëkohësisht kemi edhe një problematik tjetër, diçka konkrete që po na raporton dhe një institucion i besuar. E krahas kësaj, Shqipëria renditet në vendin e 80 në botë sipas Transparency International për sa i përket praktikave korruptive. Pikërisht kjo gjë tregon se në Shqipëri lidhjet po kenë më tepër rëndësi për shkak të faktit se Shqipëria nuk po përmirësohet për sa i përket këtij indeksi dhe po tregon vazhdimisht se kjo është gjëja që ato prioritizojnë më tepër. Për krahas kësaj do doja të theksoja po ashtu që kemi dhe shembuj konkret dhe më tej, siç është kompania Samsung, ku familja gjithmonë ka ruajtur pushtetin brenda kësaj kompanie. Dhe vetë fakti që ju vini nga shkolla ekonomike teknike, ju krijon mundësi që ju të keni lidhje me mësuesit për të punësuar. Të falenderoj për argumentin, por do të thoja së fundi do të kthej përgjigje pak pyetjes së fundit, që ne njohim mësuesit dhe kjo faktikisht nuk na ndihmon që gjejmë vendin e punës nëse ne nuk kemi aftësi. Pasi sado që ta kemi mik mësuesin, sado që ta kemi mik biznesin, pse do të na marrin në punë nëse ne nuk mund ta bëjmë punën? Pse do na japë atë rrok kot ku mund të marrë një person tjetër që mund ta bëjë siç duhet punën? Shembull tjetër që është përsëri dhe kundërshtim të argumentit tënd është AKPA, e cila është Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive, dhe kjo i merr njerëzit punonjës vetëm në bazë të aftësive të tyre, e cila është vetë tek emri, Punësimit dhe Aftësive. Por pas të jap një shembull edhe nga qyteti juaj, nëpërmjet shkodrës elektronike, një grup i mrekullueshëm që përfaqësoi dinjësisht Shqipërinë në Eurovision. Besoj e pa dhe ju festivalin e këngës dhe besoj se vetëm fal aftësive e fituan dhe jo fal mikut. Shumë të rinj se kanë bërë bazë largimi nga Shqipëria, sepse vërtet ka njerëz që përpiqen për ndryshim dhe vihen në pa aftësitë e këtyre njerëzve. Përsa i përket pyetjes tënde se si do të shpalosëm aftësitë,
Ka aktivitete të plota ku njerëzit shpalosin aktivitete të shumta ku njerëzit shpalosin aftësitë e tyre, siç është ai debate. Më kot pse erdhëm duke përshitur përsëri pyetjen time nga më përpara. Nëse ju besoni se fiton miku dhe jo aftësia, pse erdhët të debatoni me ne sot këtu? Faleminderit. Së pari do doja të nis me faktin se re-debate me të vërtetë është një mundësi shumë e mirë për shpalosur aftësitë e saj, por le të mos harrojmë që çdo shkollë ka mundësi që të angazhohet në re-debate. Krahas kësaj, modeli i shkodrës elektronike është një model i cili padyshim që na bën krenar, ama ne si shkodranë prisnim që ato të dilnin pak më lart. Dhe pikërisht për shkak të lidhjeve politike që ekzistonin mes shteteve, shkodra elektronike nuk arriti të arrinte tek ai vend që ne pretendonim të arrinim. E krahas kësaj më duhet të theksoj pikërisht se përtej Shqipërisë shohim një prirje si të administratës publike, por veçanërisht të biznesit privat, të cilët ju mund ta kundërshtoni duke thënë se biznesi privat është i orientuar për të gjetur punë të kualifikuar. E megjithatë, në momentin kur ti je i vetëdijshëm se kë do të punësosh dhe se çfarë aftësish ka personi që ti do të punësosh, ke më tepër garanci që ky person të jetë i besueshëm për të përfshirë në aktivitetin tënd ekonomik se një individ tjetër i cili ti nuk e njeh fare dhe sheh disa kredenciale në CV. Në 2009, revista e psikologjisë aplikuar tregon se pronarët e bizneseve janë të prirur të punësojnë individ me të cilët kanë lidhje apo me të cilët kanë marrë rekomandime nga punonësit që ekzistojnë gjatë në kompani. Pikërisht dhe janë shembujt në Shqipëri të kompanive të cilat veprojnë përmes lidhjeve për shkak se e shohin më të përshtatshme që të gjejnë këto punonjës të cilët mundsojnë diçka të tillë. E krahas kësaj, dua të ndalim sërish tek fakti i investimeve. Folëm për AKP-n e cila mundson punësimin. Kemi ndërkohë dhe Agjencinë e Ekselencës dhe Inovacionit e cila mundson grantet për startupet. Dhe të vërtetë që startupet po financohen. Mirë, por njëkohësisht, nëse e shohim në një kontekst global, i cili besoj se mund të reflektojë një trend i cili ekziston dhe në Shqipëri, Science Direct në vitin 2024 thekson se pikërisht startupet që marrin kryesisht financim janë ato startupet të cilat kanë lidhje me investitorët e mëdhenj. Dhe në fakt, shembujt janë dhe konkret të investitorëve shqiptar të cilët ekzistojnë dhe vinë nga diaspora, kanë hapur startupet e tyre atje dhe kur vinë në Shqipëri investojnë tek ato startupet tek cilat kanë parë se mund të jenë premtuese dhe lidhjet premtojnë gjithashtu. Përsëri të falenderoj për argumentin dhe faktikisht doja ta nisja me faktin që mediat sociale bllokojnë në një mënyrë korrupsionin dhe të zhvendosim pa nga këto përshikja temave her pas here. Faktikisht çdo gjë do të bëhet publike që njerëzit do bazohen në aftësi dhe jo në lidhje ligjore. Me anë të mediave sociale është bërë më evidente korrupsioni dhe çdo gjë që ndodh në Shqipëri, duke e bërë më të vështirë zhvillimin e korrupsionit nëpërmjet mikut përsëri në Shqipërinë tonë të dashur. Kompanitë për sa i përket argumentin tënd, sa do ta njohin personin, në fund të fundit nuk e marrin në punë pa aftësi. Do u rikthyer përsëri argumentin tim nga hera e kaluar, ti nëse nuk je i aftë ta bësh punën, tjetri nuk të merr në punë. Për të përmendur startupet më pas, të cilat i ndihmojnë nxënësit pavarësisht financimeve të tyre, i ndihmojnë të nxënës të shpalosin aftësitë e tyre. Duhet të përmendja edhe një ligj, i cili është Nendi 59, i cili cakton ose ndryshe dikton pjesëmarrjen e çdo individi në jetën sociale dhe ekonomike, duke i dhënë të drejtat të barabarta. Së fundmi, pse ta shohim si pengesë çdo gjë që ju përmendëm më përpara dhe jo si mundësi për zhvillim, një mundësi për ndryshim për të bërë Shqipërinë tonë të dashur sa më të mirë dhe sa më të zhvilluar. Faleminderit. Do doja të theksoja se sado që të shohim përmirësim përmes përdorimit të rrjeteve sociale në identifikimin e rasteve korruptive, statistikat po na tregojnë ndryshe, pra korrupsioni mbetet të jetë evident. Dhe pikërisht të dua ta lidh dhe me Bashkimin Evropian, sepse po shohim përmendet edhe një rast të një ligji i cili garanton pikërisht meritokracinë dhe barazinë mes njerëzve. Ne jemi në proces negociatash. Fakti që jemi në proces negociatash dhe kemi implementuar ligjin e Bashkimit Evropian, por akoma nuk kemi bërë pjesë e Bashkimit Evropian, do të thotë se kemi shumë punë për të bërë për të arritur pikërisht ato parimet bazë që janë të drejtat e njerëzit, sundimi i ligjit, parimet demokratike. Pikërisht këtu dalim ne pastaj tek rezultati që ndoshta këto ligje mund të ekzistojnë, po as zbatohen me të vërtetë këto ligje. Ndoshta mediat sociale po deklarojnë korrupsionin, mirë po a ndodh kështu vërtet? E duke nisur duhet të bëj edhe një sintezë të shpejtë përpara se shtohet edhe ca argumente të tjera mes konceptit global të lidhjeve që sapo e trajtuam, mes rasteve të shumta të startupeve, të bizneseve private, por dhe të administratës publike në Shqipëri, krahas kësaj rastet e korrupsionit të cilat ne i shohim evidente në Shqipëri, rastet e tjera ku dhe përfaqësues ton të Shqipërisë po shkojnë jashtë shtetit, po na përfaqësojnë dhe po na nderojnë, ama nuk po arrin që të arrin ato suksesin e shumë merituar. E krahas kësaj, le të mos harrojmë të theksojmë se pikërisht janë këto mundësi lidhjeje të cilat e bëjnë të mundur që në radhë parë që të njihen aftësitë tuaja,
po njëkohësisht shpeshherë kalojnë pak atë cakun dhe bëjnë mundur që personat e tjerë të cilët mbase nuk janë aq të aftë sa ti, të arrijnë drejt suksesit. Njeriu, siç e tham, është i varur nga shoqëria, dhe përderisa njeriu është qenie sociale, është e pamundur që ti të theksosh se vetëm aftësitë që kultivon një individ mund të jenë çelësi për suksesin e tij. Faleminderit. Falenderoj përsëri për të fundit argumentin tënd dhe do të thoja pse mos ti zbatojmë ligjet. Në të vërtetë të përpiqemi të ndryshojmë të ardhmen. Ne mund të themi që nuk zbatohen. Pse mos i zbatojnë pra? Një shembull tjetër do të ishte SPAK, i cili synon dhe të heqë poshtë gjithë njerëzit e korruptuar, gjithë njerëzit që kanë arritur me mik dhe jo fal aftësive. Në fund një shprehje e bukur do të thonte, ndryshimi nuk ndodh se hapen mbyllësyt. Për sa i përket termit mik në Shqipëri, do të thoya që është bastarduar në fakt vitet e fundit dhe faktikisht jashtë ky term ndryshe quhet referencë, ku secili e përdor për të arritur atë që duan dhe për të marrë vende punës apo çmimin, ku në fund fare ama vetëm nëpërmjet aftësive arrin. Duke u referencuar nga një shprehje e bukur e qytetit tuaj të dashur, do të thoya që shprehja e bukur do të ishte me kanë Shkodran tana i ban. Do të thoya me kanë nxënësit shkollës teknike ekonomike tana i ban. Së fundi me fjalët e Marin Menës, për debate Arbo Bajrami, Tiranë, Shqipëri. Faleminderit. Mirë, nuk ngret gjë tjetër veç se të ftojmë Jorin të bëjë vlerësimin dhe të zbulojmë se cilët do të jenë gjysmëfinalistët e tjerë në ridebate. Mirë, ja ku jemi për të zbuluar tani edhe se cilat do të jetë skuadrat që do të vazhdojnë garën për fazën tjetër, fazën gjysmëfinaliste. Ndërkohë që unë plotësoj certifikatat për të dyja skuadrat, do të zbulojmë edhe se cila është skuadra që kalon garën, por nga ana tjetër edhe komentet dhe sugjerimet që do t'japë Juria për sa i përket të dyja skuadrat, por më së shumti do t'i vlen asaj që do të vazhdojë garën. Mirë. Faleminderit Niku. Së pari dua t'ju përgëzoj për të dyja debatet që bën. Duam të theksojmë që keni treguar nivel shumë të lartë qytetarie. Disa herë kam parë humor të përdorur shumë mirë, kështu që kjo e bën edhe diferencën në debate, që është një vlerë e shtuar. Na ka pëlqyer fakti që ju keni sjell shumë shembuj, keni sjell të dhëna, statistika, jeni përpjekur që të bëni ndërlidhjen e debatit të parafolsit me pjesën tjetër, megjithatë kjo është një sugjerim që duhet më tepër lidhje dhe rrjedhshmëri logjike nga njëri debat në debatin tjetër, duke qenë dëgjues shumë të mirë që ju të dëgjoni çfarë thot parafolsi, por dhe çfarë thot skuadra juaj. Dhe duke qenë se ka pasur raste që nuk është ndjekur një rrjedhë logjike, në pak raste kjo ka ndodhur që të keni pasur edhe disa herë përsëritje. Besoj e keni vënë re edhe vetë. Gjithsesi ne këto po ua japim në formë me këshillave, sepse disa nga ju do ta vijojnë këtë rrugtim, por dhe ata që nuk do munden në këtë fazë do jenë vitin tjetër, por këto janë aftësi që juve ju duhet në jetën tuaj të përditshme dhe janë aftësi shumë të rëndësishme. Këto ishin vetëm pak rekomandime, të shmangni të qeni të përgjithshëm, të fokusoheni kur është nevoja për fokus në shtet apo për rajonin, dhe në tërësi vërtet që keni treguar një kulturë shumë të mirë debati dhe dua t'ju përgëzoj. Gjithashtu dua të falenderoj edhe mësueset tuaja që janë gjithë kohën me ju. Dhe ju uroj shumë suksese në vijim. Mirë, përgëzime për realizimin e debatit. Në fakt, mua personalisht debati parë më pëlqeu çik më shumë, ndoshta sepse ishte edhe çik më i përgatitur, edhe debati dytë ishte spontan, ju nuk kishit informacion mjaftueshëm edhe do duhet që të kishit opinione më shumë se sa referenca, edhe pse edhe në debatin e dytë u përdorën referenca, edhe kishte dëshmi. Në debatin e parë patët mundësinë që të tregoni dhe anën individuale si debatues, por me nga tjetër më pëlqeu shumë edhe kombinimi që kishit me njëri tjetrin, në sensin e në rast se dikush do të fliste më pas, një shok i ekipit përgatiste diçka për përgjigje apo një gjë tjetër, edhe pse nuk kishte shumë kundërpërgjigje në rrjedhë logjike për kundërshtarin,
Pra këtë gjë duhet ta keni parasysh në vazhdimësim debatet që do keni, që sigurisht që gjëja e parë kur merrni fjalën është të ktheni një përgjigje për debatuesin që foli përpara jush, edhe pas të futeni në argumentin tuaj të ri ose argumentin që doni të tregoni gjatë fjalës tuaj për 1 minutë. Mendoj që keni bërë një punë shumë të mirë, kështu që mbi të gjitha mendimi kritik është gjëja kryesore që zhvillon debati dhe mendoj që jeni përfaqësuesit më të mirë të brezit, kështu që shpresoj që ta reflektoni këtë edhe tek bashkëmoshatarët e tjerë që keni në klasë, në shoqëri edhe kudo. Shumë faleminderit. Mirë, atëherë unë s'duat shumë të vija në përsëritje, por ajo që shumë e rëndësishme është që të dyja skuadrat jeni fituese, pasi keni fituar një eksperiencë, keni kaluar kohë shumë të mirë dhe ju përgëzoj për gjithë paraqitjen dinjitoze, për kulturën e debatit, për mbi të gjitha dhe guximin për të ardhur këtu. Unë kam vetëm një sugjerim, do doja pak terma në anglisht. Pra i gjithë debati zhvillohet në gjuhën shqipe. Pra ne kemi fjalët tona shumë të bukura në shqip dhe nuk kemi pse në 10% le të themi të debatit fusim ato termat në anglisht. Kështu që do të ishte një sugjerim që mund ta konsideroni në debate të tjera në vijim ose në eksperienca të tjera. Pauzë gjatur, por para se të them vendimin, do doja që asnjëra nga skuadrat mos të mërzitej. Pra siç e thash, të dyja skuadrat janë fituese. Kalon fazën çerek finale, shkolla 28 nëntori Shkodër. Faleminderit. Shkolla 28 nëntori do të vazhdoj garën. Shumë faleminderit shkollës teknike ekonomike për pjesëmarrjen. Do të dorëzojmë edhe certifikatat për shkollën që kaloi në këtë rast, për shkollën që do të largohet, më falni, në këtë rast teknike ekonomike, sa që se do kaloni fazën tjetër dhe certifikatat sikurse do të rëndon në këto aktivitete. Mirë, shumë suksese, faleminderit.